Shqipëria sot është në një fazë transformimi që e shohin të tërë ata që nuk e shohin realitetin tonë me syzet e politikës ditës. Në një fazë transformimi që ka bërë që Shqipëria nga një vend që nuk ja hip te kush çurret kur i thon fjalës, të bëhet një vend i cili shihet me respekt, shihet me besim. Në ndërkohë gjithë puna jonë është punë me një program tash e 12 vjet dhe çdo hap që bëjmë ne është një hap i programuar dhe ne s'kemi program. Ndërkohë që kush flet në hava ka program. Na kanë dhënë një datë, na kanë dhënë një afat, gjë që nuk e bëjnë zakonisht, sepse nuk i lidhin duart vetes. Në këtë rast e kanë bërë sepse e përsëris nuk jemi vetëm ne që duam të hymë në BE-sh dhe BE-ja që ta marrin ne brenda për shkak të situatës së re gjeopolitike që është krijuar. Dhe prandaj duan të japin një shenjë shumë të qartë, jo për ne, po për gjithë botën, që Bashkimi Evropian po zgjerohet dhe po unifikohet. Është një interes i madh politik që shkon përtej nesh në këtë moment dhe që duhet ne ta shfrytëzojmë maksimalisht tani.